Në këtë video do të tregoj se çfarë ha unë, një 40 vjeçare që të mbaj barkun të shesht dhe në formë. Në moshën 40 vjeç e sipër ndodhin ndryshime shumë të hormonale në trupin e femrës dhe ndër to i shumë i rëndësishëm është edhe fillimi i paksimit të prodhimit të estrogenit, një hormon shumë i rëndësishëm që ndikon në disa mënyra në trupin tonë, shëndetin tonë edhe në peshën, në luhatit e peshës, në marrjen më të lehtë peshës dhe në vështirësi për ta ulur peshën. Fillon edhe metabolizmi ngadalësohet si pasojë paksimit të estrogenit, edhe metabolizmi ynë bëhet më i avashk, domethënë në gjendje të qetë, në gjendje normale, duke ndëjtur, duke kryer aktivitetet bazike, yndësore, frymëmarrja, gjumi, ne fillojmë edhe djegim më pak kalori. Fillon edhe bie masa muskulare. Në momentin që fillon dhe bie masa muskulare, ne kemi tendencën që të depozitojmë më shumë masë dhjamore dhe masa dhjamore fillon dhe nuk shpërndahet në mënyrë barabartë, por depozitohet dhe ruaj më shumë në zonën e barkut. Estrogeni po ashtu ndikon që ne të kemi më pak energji, të mos bëjmë gjumin shumë të mirë dhe gjithë këto faktor ndikojnë që pesha pas të 40-tave të jetë shumë e lehtë për t'u vënë dhe shumë e vështirë për t'u hequr. Pas moshës 35-40 vjeç, ne fillojmë të humbasim 3 deri në 8% masë muskulare çdo dekadë, pra çdo 10 vite. Kuptoni se sa shumë është. Muskulin e quajnë dhe organi i jetëgjatësisë. Në momentin që ne fillojmë edhe paksojmë masën muskulare në trup, në mënyrë të pa vedishme, pa dashur, po thjesht sepse është procesi jetësor, është plakja, metabolizmi fillon edhe ngadalësohet, çka do thotë, siç e thash më sipër, ne fillojmë të djegim më pak kalori dhe depozitojmë më shumë masë dhjamore në trup. Prandaj stërvitja është kaq shumë e rëndësishme në mënyrë që ne ta ngadalësojmë sa më shumë të procesin e rrëzimit dhe uljes së masës muskulare dhe në të njëjtën kohë të përpiqemi madje që ta mbajmë atë dhe ta ndërtojmë që të ndihmojmë metabolizmin të djegë sa më shumë dhe mos të shtojmë peshë. Ka shumë vajza dhe gra, në këtë rast si thonë, por nuk e kuptoj se çfarë ndodhi, ne kemi ngrënë gjithë jetën, çfarë kemi dashur dhe nuk kemi pasur asnjë problem, nuk kemi shtuar peshë. Tani krejt papritur që jemi të 40-tat e kemi shumë kollaj shtojmë peshë. Pikërisht sepse metabolizmi nuk është më i njëjti, sepse trupi nuk ju afal më ato gabimet që ju mund keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe ju a ka falur gjatë këtyre viteve, ushqimet pashëndetshme, abuzime me sheqerin, me yndyrën, me brumrat, me alkoolin. Pas së 40-tave, gabimet të tilla trupi e ka shumë më të vështirë t'ju afali dhe një vakt i tepërt me kalori të dëmshme reagon menjëherë trupi, reagon menjëherë metabolizmi, reagon menjëherë aparati tretëzor duke krijuar inflamacion dhe duke pasur shumë më thjeshtë që depozitohet masë dhjamore dhe nëse kjo përsëritet dhe bëhet në mënyrë të shpeshtë, duke shtuar shumë masë dhjamore dhe rrjedhimisht peshë. Por të gjitha këto janë teori që mbase shumë nga ju i di, por nuk e gjen forcën që t'i vendosin në praktikë. Prandaj unë sot, pas këtij fjalimi që mbajta, do ju tregoj një ditë time ushqimi. Në këtë periudhë nuk jam kalori deficit, jam duke ngrënë në kalori në maintenance, pra thjesht që ndërkohë që bëj stërvitje të stërvis muskulin, të ndërtoj masë muskulare, por jo të dobësohem, po thjesht të qëndroj kështu si jam. E nisim me mëngjesin. Është ora 11:34, unë sapo erdha në shtëpi nga palestra, u lava, bëra mëngjesin tim. Ky është vakti i parë i ditës, pas 14 orë fasting. Në fakt, fasting do ta bëj 16 orë, por e prisha sepse piva një cappuccino para se të shkoja në palestër. Ne kemi një rutinë bashkë me bashkëshortin që pim një kafe para se të shkojmë në palestër dhe sot mua ma kishte dhënë truri për një cappuccino. Kështu që e prisha, sepse cappuccino ka qumësh dhe patjetër që e prish fasting. Tani që erdha në shtëpi, po ha mëngjesin, që është mëngjesi im i zakonshëm, po ju a tregoj. Keni parë dhe herë të tjera, këtu ka kos me protein, kolagen, ashwagandha pluhur, i kam përzier bashk dhe i kam hedhur boronica, banane, këtu janë kështu, si quhen, boronica të thata të kuqe dhe gjalp kajsusi.
Është një mëngjes që ka të gjithë makronutrientët, ka mikronutrientët, ka të gjithë vlerat dhe është, jam një sekundë, unë kam një aplikacion që i bëj foto dhe i shkruaj të gjithë përbërësit sa i kam hedhur dhe më jep edhe sa kalori ka. Sa po i bëra llogarit dhe ky mëngjesi ka 438 kalori. Shihen e ka shumë të mirë. Tani të vazhdojmë gjatë ditës me të gjitha vaktet e tjera, që do t'i ndaj po ashtu. Nuk do ta mbyll me kaq, do ha edhe 2 hurma të buta. Janë fiksimi i jetës time. Që më pëlqen më shumë këtë periudhë, më thënë, midis fiqve dhe këtyre hurmave ka një luftë shumë të fortë, se cili është puti preferuar. Por 2 si këto kanë 210 kalori, që ta dini, domethënë 2 hurma të pafajshme që ne i ham kështu sigur kanë kalori, por janë pasura me hekur, kanë fibra, kanë vitamina të ndryshme shumë të mira, por po ashtu kanë edhe sheqer. Mos ta harrojmë. Kështu që 2 jo më shumë. Është ora 2:30, unë kam ngrënë vetëm ato që ju tregova, kosi në mëngjes dhe atë. Në fakt nuk i hëngra të 2 hurma, hëngra 1 hurmë. Dhe dola mbarova punën që kisha, duke qenë se isha afër tek Shëndet të ëmbël, dyqani im i ëmbëlsirave të shëndetshme, i ëmbëlsirave që janë pa gluten, pa laktozë, pa sheqer të shtuar, pa ngjyrues, pa konservant. Thash, okay, po marr diçka dhe erdha të marr një ndër ato që mua më pëlqen më shumë, që është biskota me arra dhe me kokos, që po ashtu kjo ka edhe të bardha vezë, që ka bën edhe më të pasur me proteinë. Persona që merren me palestër si unë është perfekte. Nuk e ka parë, kush nuk ka ardhur, kush nuk e ka vizituar, ja të tregoj pak edhe disa nga gjërat që kemi të dyqane, por kemi edhe këtu, po ky është frigoriferi që ka gjërat që janë në ngrirje, të gjitha tortat. Biskota që mora diku tek 50 kalori, kështu që janë shumë pak, por mjaftueshëm për të ëmbëlsuar dhe për të hequr atë nepsin për gjërat e ëmbla në këtë gjatë ditës. Është ora ulova. 4 paqërek, unë sa po erdha në shtëpi dhe bëra gati sallatën shpejt dhe peshkun që e kisha përgati që në mëngjes. Ime është kjo, sallatë jeshile, speci kuq, domate, majdanoz dhe ylle lakër dhe peshk. Nuk është i gjithë peshku, kam gjysmën, se gjysma është i tomit. Është një peshk i egër, nuk e di emrin, ma ka marrë Vjera, ajo është specialistja e peshkut. Në bazë buke, po ha një katror çokoladë zezë, 85%. Më duket se jo kam thënë në video tjera, por kjo nuk e ka parë, çokolada e zezë, 85%, 90%, është shumë e mirë. Okej, sugjerojnë mbi 70%, po sa më të larta ketë përqindjen e çokoladës së zezë, është më pak sheqer ka, kështu që kjo është shumë e mirë se ka shumë antioksidant dhe e rekomandojnë edhe për mikrobiomën e zorrës, pra unë ha çdo ditë një copë ose 2 çokoladë të zezë. Mos keni prik nga çokolada e zezë. Ju ndihmon edhe që të hiqni atë dëshirën që mund keni për të ëmbla, kështu që bëheni pjesë të regjimit tuaj, sepse kaq dhe kur është e zezë, nuk është shëndetshëm. Është ora 6:23. Unë 6:30 do ta mbyll, nuk do ha më. Ky është vakti i darkës, është quinoa me fasule, çerek avokado dhe kimchi, i pasur me probiotik. Një ndër ushqimet më të mira që mund hani për zorrën janë ushqimet e fermentuara. Një zorrë e cila është e mbizotëruar nga bakteret e mira, është një zorrë e shëndetshme, është një zorrë që e tret më mirë ushqimin, është një zorrë që ndihmon që mos të kemi probleme hormonale, që ndihmon që mos të depozitojmë dhjam në zonën e barkut dhe të kemi këtë barkun e shesh që kaq shumë e duam, jo vetëm për bukuri, por sepse barku i shesht është një tregues edhe i shëndetit të mirë. Sa më shumë dhjam të kemi në zonën e barkut të depozituar, aq më shumë rritet probabiliteti që të kemi smundje të ndryshme bashkëshoqëruese që vjen si pasojë e kësaj. Pra mos e shikoni vetëm si një
gjë që është për estetikën, por shikoni që është dhe për shëndetin. Darkën vendosa ta mbaj thjesht me proteinën bimore, pra kinoan, që ka proteinën e plot, me kinoa ka gjithë aminoacidet, dhe po ashtu fasulën për një dozë akoma edhe më të lartë, dhe për fibrën që fasule, se mos fasulja e kuqe ka, dhe që është fantastike. Avokado patjetër një ndër ushqimet më të mira si për fibrën, si për ushqimet e shëndetshme, për yndyrën e shëndetshme, sepse yndyra, pavarësisht se shumë nga njerëzit e kanë frikë se e lidhet direkt me kolesterolin e lartë, fakt është makronutrienti kryesor sa i përket të pasurit të një sistemi hormonal të rregullt, pa çrregullime, dhe po ashtu ndihmon shumë në një tru të shëndetshëm. Kështu që mos keni frikë nga yndyra, nga yndyra e mirë, avokado, vaj ullirit, apo arrore, gjithashtu edhe gjalpi. Kaq, kjo ishte ajo se çfarë unë ha në një ditë, që shikoni asgjë e komplikuar, asgjë jashtëtoksore, asgjë shumë e vështirë, gjëra të thjeshta, por që kombinohet siç duhet, kur hahen në mënyrë të rregullt, kur bëhen stil jete, shndrohen në dhuratë më të mirë që mund t'i bëni vetes dhe shëndetit tuaj. Jo vetëm për muskujt e barkut dhe për një bark të sheshtë, por për shëndetin në tërësi. Faleminderit që ndoqët, bëni like, comment, subscribe, sepse këto motivojnë që bëj video të tjera, po shumë shkruani në komente se çfarë videosh doni të shikoni nga unë.